Como foi? Fica assim. Thank you, Vicky. Hallo, ben pizza met keze. Po, pizza me keze. Babi atë. Qa është kjo? Tu ishin të gjitha gjërat që ne blem, këto specat që i bëjnë air fry dhe dalin shumë të mira. Mora këtë mrokullën e vogël që të përgatis tortat dhe thjesht për dekor, banane, kiwi, këtë shotsin me ginger që pëlqejnë shumë dhe unë të Ivi, balsamiko, këto smoothie që janë shumë, por shumë mira, sidomos ky jeshili. Pastaj mora këto frutat e thata që janë për fëmijët, këto kovat që më duheshin për lule, do më thënë vazo, jo kova. Pastaj gjërat e tjera si që shihni dhe këtë nga Lenorë, laj robat, portokale dhe gjërat e tilla, por ajo që morëm tek Lidl që ishte interesante, ishte edhe kjo kështjella e vogël kështu, jo ky fakt se është kështjellë, por që luajnë fëmijët, e frym dhe e luajtën dhe e plasën, okay. Tani që dolëm ne, në fakt ne dolëm thjesht për të ngrënë një mëngjes, pastaj përfunduam te Douglas. Morëm këtë parfumin për Ivin, këtë Gisada, Switzerland. Ky është, më duket që ka krijuar këto shqiptar. Nëse Ivi e di se Ivi ka shumë qejf këtë dhe donte ta merrte dhe e mori. Ndërsa unë kësaj radhe mora Alienun, i ndryshoj gjithmonë parfumet se më mërziten ose nuk e di unë varet çfarë gjej atje. Edhe mora këtë Alienin unë e kam pasur vetëm në një provë të vogël dhe kam pas shumë qejf. Edhe ky mbante shumë aromë, edhe unë këtë mora kësaj radhe. Më dhan këtë provëzën e këtë Alienin, edhe më dhan edhe këto. Interesante. Zal ik dat maken? Ja. Hodha 10 ml dhe 1 litër ujë nga i pleu i lëngshëm me treta, domethënë këtu. Edhe ja hodha jo tek pjesa e gjetheve, por tek pjesa e pleut, edhe pleun e bleva kështu ekstra, siç jo pa të treguar ju për domate dhe për perime në përgjithësi. Edhe për fruta, këto të voglat kështu. Edhe kështu po i lë çik në diell bukuroshet e mia tani, të rriten pak se ka nevojë. Edhe çik tani. Pastaj dhe na i tregosh pak flokët se bukur i ke bërë. Ai zemra ime. Bëri dush dhe ju bën kështu kaçerela që pastime. Evi ka vak pun këtu në Bremen, edhe unë erdha të marrë disa gjëra të Tedit, me që se jam këtu. Nuk është se më duheshëm, po shoh një gjë interesante. Ja, kështu me këto flokën e mia si gafore, erdha marrë një raport tek mjeku për këtë punën e shpatullës, të shtyllës kryqëzore, të lodhjen që ndjej. Edhe më tha që çdo gjë është okay, por më dha kështu fizioterapi, të bëj një gjë herë. Si do të Kështu që e mora këtë, edhe po iki tani me Miken edhe me Ivin në shtëpi të marrim këtë punë. Po ju tregoj një mbrapa ato që mora te Tedi, tani mora këtë për të dhënë fëmijëve para se është dru, më pëlqen shumë ngjyrat, fakti që është ylber. Këtu vendosen foto dhe mora edhe unë ekstra për foto. Është shumë e bukur, vetëm këtu do ta pastroj se nuk e di ku u bë pis, nuk e di, ose ndoshta ishte që atje se vura shumë mirë re, në fakt se e mora pak si shpejt, bëra gabim, duhet ta kisha parë më me vëmendje. Pastaj mora këto organizuesit kështu. Doja të merrja një ngjyrë tjetër, doja një ngjyrë bezh. Ishte edhe një që ishte si kasht, po nuk e di pse s'më pëlqeu shumë ajo. Edhe thash po marr këto, mora 4 copë që ti vendos tek ai vendi që ju kam treguar ju një herë, po do t'ja u tregoj pastaj kur ti vendos. Këtë që vendose tek tualeti, këtë mora për te makina ime se un kam një metodë alla turke. Edhe këto kapset për veten time. Nga €1 ishin këto qese bio për te koshi, qese për te koshi bio domethënë. Mora këto gozhdat e vogla, sepse më duhen kur vendos këto gjëra dhe unë i përdor shumë këto gozhdat, unë bob ndërtuesi. Mora këtë shportën që kanistrën, kanistrë, nuk e di. Më pëlqeu shumë, kjo ishte shumë e bukur, €7 ishte kjo, e mora për frutat, që t'ja vendos fëmijëve këtu tek tavolina që t'i marrin direkt, se unë i mbaj në kuzhinë. Nuk ka nevojë për koment, po e mora ngjyrë të zezë, sepse unë kam ngjyrë të bardhë,
dhe nuk ka gjë më të shpifur se ta kesh këtë ngjyrë të bardhë, edhe pse nuk është se bëhet pise, bëri miki tani pis. Po prap, zotra muhabetish po bëjmë nejse, merrni zez këtë, gjithmonë. Mora këtë për të lyer që sapo e mora u bëra pishman. Pse e mora se këto i kam shumë bezdi kështu, po hajt më varja. Edhe kjo doja të lyej një pjesë tek do me fëmijëve se është bërë si e errët. Dhe sfungjer për të larë enët pastaj. Dhe këto ishin shumë të mirë. Sa ishin këto? 1 euro, 1 euro, 2 euro, 7 euro, 1 euro, 1 euro. 3 do tjetë kjo, 200 kam. Nga 3 këto dhe kjo ishte 5-7, diçka e tillë. Nuk më mend 5 pas ka qenë. Këtë i mora ato kutit që duken shumë bukur me thënë të drejtën. Mendova në fillim se do ishin më të vogla, edhe nuk do dukeshin shumë këndshëm, por duken goxha mirë. Kishte edhe ngjyrë të bardhë kjo, po të kishte ndonjë tjetër, mund ta merrja edhe ngjyrë tjetër si bezh, po më pëlqeu më shumë kjo në fakt se zeza shkon shumë me drurin, edhe ngjan goxha bukur. Duket këndshëm këtu te kjo pjesa. Këtu fus kështu rroba, gjëra që duhen në përditshmëri këtu poshtë salloni. Përshëndetje tani nga një pjesë shumë interesante e videos. Okej, ju e dini që unë jam nga ata njerëzit që duan shumë kafe. Ishte për mua mund të pija kafe çdo një orë. Shihni çfarë kam këtu. Kam marrë kafe kokër, ka lavaza dhe kam marrë këtë lavazën që është shumë e fortë, që është shumë e fortë. Ne dhe sugjeruar just me të paktën kështu thotë që është nga këto kafe që përdoren si në lokal, domethënë ajo shija që mirë dashje fort. Nuk është se doja të tregoja për kafen do ta distoj dhe do ta provoj dhe të them se si është, por doja të tregoja këto 2 makineri që kam këtu. Kjo është për kafen, do ta kthej tani t'ju tregoj. Dhe tjetra është për të bluar kafen. Kështu që unë jam shumë e lumtur që e kemi marrë mezi po prisja, vetëm ideja e të paturit këtë më intrigonte kaq shumë, që doja t'ju tregoj se si duken. Nuk i kam hequr ende as këto tabelat këtu. Këto të dyja janë nga firma Amchef. I kam hequr nga kutia se normalisht kishin një super paketim, i kam larë edhe këto enët që do të përdor, edhe atë të ujit atje, konteritorin e ujit. Ky është bluetësi i kafes, kjo është makina e kafes. Ne si fillim do përdorim bluetësin e kafes, por gjithsesi dhe makina këtu, ashtu ka manualin e vet të përdorimit. Ky këtu. Tani unë mezi po prisa që ta provoja me thënë të drejtën, po ju tregoj që kjo pjesa është e espresso, se dini ju ku futet kafe, ka dhe këtë bajtsen këtu, gjithashtu ka dhe këtë që unë do t'i blej një më të bukur vet, që ta shtyp këtu se mbylla një nga ato të drujit të bukur. Mjeti apo ena që do të vendoset këtu për të pritur kafen e bluar. Makinën e kafes. Po ju tregoj të pjesën mbrapa, është kontenitori i ujit, cilin unë e kam hequr dhe nëse shihni shumë me ujë e kam larë, normalisht do ta përdor. Dhe kjo është pjesa poshtë. Më pëlqeu që kishte edhe këtë këtu që të mos rrëshjas filxhani ose si dihet si. Bukura është dhe ky, nuk e di si quhet ky mjeti këtu që bën shkumën e qumshtit, pra që bën qumshtin, gatuan qumshtin. Si gjineri kështu është shumë e bukur, mua më pëlqen shumë. Po endes ta shihni ju, bën një kafe ose 2 kafe, një të gjitha këto pjesët këtu e përdor dhe manualisht vet, pastrimi, avulli. Këtu e pasme kemi këtë butonin që unë do ta përdor në fillim që ta rregulloj kafen, sepse siç ju thash ai manuali që ju tregon se si ta filloni, edhe ta pastroni dhe makinerinë dhe të nxjerrni avullin edhe ujin edhe të gjitha. Ti pastruese kishte brenda kjo makina e vogël që bluan, dhe nëse do të shihni këtu, ka disa opsione. Unë do ta mbaj te kjo se do të bëj espresso, por ka disa lloje të ndryshme. Është edhe për ju që pini kafe filter, domethënë opsionet që do ta bëni. Dhe kjo është për mënyrën manuale, pra që t'i shtoni sekondat sa të dëshironi ju vet. Atëherë vendosni sekondat dhe kjo gjëja këtu është ta shtypësh kur ti do t'i vendosësh këtë. Pra, nuk do t'i vendosësh këtë, por do t'i vendosësh këtu, e ul këtë, edhe fut këtë mjetin këtu për të bërë kafen. Do ta marr fillimisht e kjo. Tani e hapa, do shtypim këtë butonin këtu që ta hapim dhe fillojmë. E
E mbaroj tani në ascensori kafen ton të bluar me versionin e espresso, se bluar si I kafes edhe unë më pëlqen, duket shumë interesant, por I bukur është shumë I bukur. Si që thash ka këto versionet këtu, ky ledi që është kështu me taç më pëlqen. Morëm nga ky çfarë donim, pra kafen e bluar dhe do të fillojmë të bëjmë kafe. Asnjëherë nuk kam pritur një gjë më me emocion se kjo me të drejtën. Sa mbushim këtë kupën thot me kafe dhe nëse do për një shot 7 deri në 9 gram, nëse do për 2 shot 13 deri në 15 gram, por që këtë e tregonte kjo këtu. Unë do ta bëj për 2. Ta shtypim këtë me këtë gjën që ka vet. Lava finxhanin tim të preferuar për momentin, po e lë këtu. Duket shumë kremoze, gjithsesi kjo s'ka të bëjë me espresso, por ka të bëjë dhe me kafen, se unë kështu e kam marrë kremoze dhe ta provoj njerë se si ka dalë. Shijon, është pak lidhur kjo normalisht, se s'ka shishja e zë, por shija duket shumë e mirë dhe është bërë goxha kremoze. Kështu është bërë kjo. Edhe do të bëjmë një tjetër. Do të provojmë të bëjmë një latte macchiato. E hodha kafen këtu, po është këtu. Dhe në mes, siç na tha kjo vet dhe vazhdojmë të ta bëj me qumësht, po e mbush deri te gjysma të procesin këtu thot për të bërë qumështin këtu dhe aroma kem qumështin, ajo thoshte mbaje derisa ta mbash këtë të nxehtë në dorë deri në 3 sekonda, të dorosh 3 sekonda, unë besoj se kam nxehur çik më shumë, po nejse. Dhe në shumë siguri nuk na bët asnjë zbukurim këtu, po s'ka problem. Si ka që këtë na I bëri. Dhe kështu këtu me 2 kafet e mia, me bluetësin e kafes dhe me kafen, maknerin e re të kafes, për mbyllet dhe këtë pjesë, uroj t'ju ketë pëlqyer produkti, gjitha linkjet e produkteve I keni poshtë, nëse do të keni ndonjë kod uljesh, gjithashtu do ta keni të shfaqur në ekran, po do ta keni edhe poshtë. Erdhi super roboti I barit nga Ecovacs, një nga modelet e reja që ka dalë. Jam shumë e lumtur dhe mirënjohëse që ata ma kanë nisur, edhe që të ta provojmë, edhe besoj se do jetë fantastik çdo produkt I Ecovacs është shumë, po shumë I mirë, duhet të jem realiste. Edhe nesër po prisja në fakt të vinte, do ta montojmë një herë, unë kam për ta bërë video për Instagram, por që normalisht do ta shihni dhe ju. Kjo është kartë mikit, e ka sa bukur që duket. Janë shumë të paparë dhe kanë rreze, përdor me ep. Supën tani të shishme, që ndoshta nuk duket shumë e bukur, por çfarë nuk ka brenda. Okej, shpirt. Edhe e bëra për darkë, tani është shumë e shëndetshme. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Edhe do thoya mirë se erdhët në kanalin tim, po keni ardhur pak më herët në kanalin tim. Bëj shaka. Por që unë tani e bër gati për të ikur në punë, sapo çova fëmijët tani, se kur vetëm puni çoj unë direkt, që tiki direkt. Edhe pastaj pas të kthehem nga puna kam fizioterapi, të shkoj që të çliroj këta muskujt e mi të ngordhur dhe pastaj kam shkollë. Sot e kam ditën kështu, edhe atë një orë që kam midis shkollës edhe punës të pushim, do ta bëj tek fizioterapia, por që s'ka problem se më pushim se aty s'besoj të ketë. Kam marrë me vete rrobat përshtatshme, një peshqir, një pa çorape normalisht se të ndrohem, se do shkoj direkt pas punës, kështu që nuk duhet të pres më, edhe nuk duhet të vi në shtëpi, sepse jo përgjë, po nuk kam kohë që të vi në shtëpi. Gjithsesi, unë po iki tani dhe do të shihemi pak më vonë, do t'ju tregoj si shkoj tek fizioterapia edhe çfarë më bën. Sa mërova punën tani, edhe shkova ndrova një vrap te tualeti, që të kisha këto rroba të përshtatshme për të fizioterapia, domethënë 35 minuta rrugë për të bërë deri atje, por është okay, shko shumë e mirë, diell, të mbaroj atë dhe pastaj në shtëpi të filloj direkt mësim online. Sot ishte një ditë shumë e lodhshme, nuk e di pse fëmijët, nesër është pushim, kështu që nesër nuk punoj, po sot ishte ditë e lodhshme, nuk e di pse fëmijët ishin pak si të hallakatur, po që okay, shtyhet. Në shtëpi, e bërova të fizioterapi. Shkoj shumë mirë në fakt. Më tha 3 orë do të bëjmë masazh dhe 3 orë do të bëjmë kështu tip gjimnastike.
Kisa! Kezi! Që po hati, Miki? Ice cream. Machine. Të pëlqen? Das ist mein Lieblingseis. Ich esse nie wieder ein anderes. Ishte shumë e mirë, dhe mami ka qef. Kujdes, jeta mos e kafsho, vetëm lëpijet, e lutem. Ich will doch auch eins. Aber das war Cheese. Cheese, që po bën mami? Und Tilly hat es gebissen. Foto? Zemër? Banana. Banana? Një patatin, ishim të Lidl. Nuk do të zbresë. Lidl tani, edhe shkuam të Lidl se kishim disa ullje, edhe i kishte Ivi tek Lidl App. Lidl App e ka jetë? Lidl Pay, apo? Jo. Nese, e kuptuat. Haja. Kështu futet kjo direkt në airfryer. Morën patate të ëmbël, mango, lule shtrydhe nga këto. Pjesh këto nektarina quhen këto apo jo? Pjesh pa posh, nice. Mjedra, domate nga këto të preferuarat e mia, 2 kastraveca bio, 1 sallat, nga këto aktivja. I mora sepse nesër do na vi brisi, thash t'jen kështu për shpejtësi këto, ku se mos do ndonjë nga fëmijët. Vez për të gatuar, vez për të ngrënë. Mora këtë versionin e matë të këtyre specave, si kisha parë ndonjëherë, fakt shumë i lezetshëm, ne i përdorim shumë këto sepse i bëjmë në air fryer pa i ndyrna, pa gjëra fare, bën shumë të mira. Morëm këtë bukën se po ashtu dhe këtë e bëjmë në air fryer, nuk e di ne po jetojmë me air fryer tani. Mora një nga frosh që lanë xhamat, shumë i mirë, kjo më pëlqen shumë. Tortilla, edhe vazhdojmë tani. Këto smoothie që janë shumë të mira që të pinë fëmijët nesër. Gjam lej me puqi mami? Ta hap mami këtë? Mora këtë barbujën kështu, në fakt nuk i dua vetëm me karton, po nuk kishte atje, nuk ndoshta s'kërkova unë mjaftueshëm, gjithsesi e bëra një përjashtim e morëm. Morëm pastaj një gjalp këtu se dua të bëj një ëmbëlsirë nesër, prosciutto pule dhe mora salmon për fëmijët nesër për drek. Se kishim marrë ndonjëherë, në fakt ishte bërë me ofertë, na u duk shumë interesant ky. Edhe morëm një 3 sopë, edhe feta, një feta me qenë se ishim atje dhe një si kjo për fëmijët nesër. Këto i mora të gjitha për fëmijët nesër. Pastaj mora karrota, edhe në përgjithësi pastaj gjërat e tjera, ilaçe, rrobë. Bostan për aktivje nga këto që janë si nap kështu, ishte shumë i bukur, ky 6,99 diçka, 7 euro. Mora një Ariel për rrobat, mora një bostan për nesër për fëmijët, mora ujë nga ky Volvic, morëm edhe një ilaç Ariel, më pëlqen shumë Arieli kështu si pluhur quhet, po si pluhur. Do thënë këto dhe disa gjëra të tjera dhe total ishte diku tek 202 euro. Ich hätte den Ballgute. Mirë mëngjes, nga një tjetër ditë. Unë jam mësuar shumë herët, edhe pse tani e hapa video. Në fakt edhe po presim na vi brisi. Po presim kemi 2 orë në fakt, mendova se do na vinte më herët, po ka për ta majt me. Unë në fakt doja ta hapja dje videon, se doja t'ju tregoja se erdhën më në fund ato analizat. Mbani mend që bëra unë analizat? I kisha shumë mirë, analizat e gjakut komplet ishin shumë mirë, se të urinës më thanë që atë ditë atje që ishin shumë mirë, edhe të gjakut, shqyrëzot, dhe ishte edhe homoglobinën që kisha pakun me rak, ishte 12.7. Kështu që i kisha top edhe ato, dhe plus bëm dhe këto analizat për të parë se sa imun jemi kundër këtyre sëmundjeve të ndryshme, keni parasysh ju, dhe nëse kisha nevojë të bëja vaksina të tjera, edhe këto e kisha super, madje unë u trëmba sepse ishin shumë të larta, edhe unë thash çfarë janë këto, kaq të larta. I bëra foto, ja tregova chatit, dhe chati më tha që sa më të larta, aq më të mira, do të thotë që ke imunitet ndaj XG-je. Kështu që i kisha shumë mirë ato, i kisha super fare. Madje edhe chati më tha i ke shumë mirë. Unë ndjeva shumë mirë. Kështu që në shqyr zotit nuk kam nevojë për vaksinat të tjera, se nuk është se ma ka shumë qefi me thënë të drejtën, por që po, analizat dolën mirë, meqense unë nuk i bëra në Shqipëri dhe kisha mundësinë të bëja këtu nga Kundansi, ishte perfekt fare, sepse e bëri komplet të gjitha. Ndërkohë, doja t'ju thoja dhe që Kalvin ka ekskursionin e tij të parë, që do shkojnë të rrinë një natë diku, është këtu afër, se Evi po thoshte ku është adresa, të vemi të marrim dhe ne një kështu dhome qera, por që është hera e parë që do iki vetëm pa ne. Ne nuk jemi... Ke qef të vesh?
tek ajo që do shkoni në Vernat. Po ka shumë qef të vej në fakt. Edhe na ka ardhur një listë këtu me gjitha gjërat që i duhen me vete, çarçaf, kështu gjërash. Nëse ka alergji, nëse nuk ka alergji, çantë, rroba, ku diun gjitha gjërat që duhen, peshqira. Për mua është pak emocionuese në fakt se është hera e parë në këto 8 vite që kam në flet diku pa ne dhe diku ku si janë njerëzit qanë, do të thënë se është as familje ose ku diun njerëz, familje, shoqëri e ngushtë, janë thjesht shokët e klasës edhe mësuesja, wow, më shkoja. Kështu që nuk jam gati për këto. Nuk dua t'i dhe rasi, i kam mirë këtu dhe shpia. Bëra mëngjesin tani që ju thashtë do vi brisi, kam bërë ca pancakes për mua dhe brisin kam bërë një ca wraps. Kam bërë fruta, perime, kam lënë sa gjëra gati për pastaj. Kështu që do t'i çoj kur të vinë ato që mos t'i lëviz Miki se e dini ju Miki po kapi kështu. Nëzi për presin fakt brisi, nuk kam bërë gati dhe kafet ato që zatë vi brisi do shtyp direkt atë. Se aq nga ka marrë malli, por që kur më këndohen. Tërnës po vi. Doktoresha për shpëtonte. Ne kemi bërë këta as pak estetike këtu. Zero estetik, ndërkohë brisi mua që më pret me pjata brudurore. Nuk ka rëndësi estetika. Cilësia. Edhe po kënaqemi shumë, i ka sjell brisi dhurata. Jo këtë zemra ime se është e Mikit, shpirti im i vogël. Mili gjema ime vogël. Shkëputje publicitare. Edhe i ka sjell dhurata. E pitot vet? Ta shikoj. Këtu me Solin. Edhe jam në rregull unë për vete. Unë beva dua, jam në rregull, jam Miki. Miki që luante me Solin. Ta. Ndërkohë nga ana tjetër këtu kemi këto lulet e bukura që na i solli brisi. Edhe këtu kemi këtë super ëmbëlsirën që unë s'pe hap do të saktë ta shihni sakt. Edhe do ta hapim tani që ta hap. E plasi. Kjo dhe një 100 gjëra të tjera, na kështu sjell brisi. Leila, Solea. Kjo është gjendja gjithmonë, jo kjo. Kjo është qarja gjithmonë gjendja pas ikën brisi. Përshëndetje nga një tjetër ditë. Unë jam duke ikur të marrë Kalvin tek shkolla. Nuk më shihni shumë mirë aty, po nuk kisha ku t'ju lija në fakt. Edhe është pozicioni më i mirë i mundshëm, po greja pak kështu. Unë isha sot te fizioterapia prap, edhe sot kisha masazh. Jam relaksuar. Këto nuk bëjnë shumë gjatë normalisht. Diku tek 15 minuta, por që u relaksova. Jo, 10 ka bërë. Ne i zëzë duket sikur kur i bën ato duket sikur nuk ke bërë shumë, por që diku tek 10 ishin ato, jo më shumë, nga që bëra llogaritin e kohës ku shkova edhe kur mbarova. Po nejse që më ka relaksuar shumë, madje vetë 2 seanca më ndjer shumë mirë. Qofse doni si këto, mos shkoni që t'i paguani vetë këto masazhet, por shkoni tek doktori i familjes, tek house artsti, edhe tek house artsti kërkoni kjo ime quhet nëse kur keni dhimbje, jo kështu kot, kur keni dhimbje të shpinës, skurizore, të muskujve, kështu gjërash, të shkruan 6 orë fillimisht, 6 seanca, paguan diçka të vogël varet se sa e kanë qendra që do të shkoni ju. Unë pagova 25 euro për të 6 seanca në total, por që është shumë mirë, super fare. Ne sot ishim dhe në një vend tjetër, me një takim shumë të rëndësishëm që për momentin nuk i them të gjë. Edhe ishim të gjithë, madje sepse Oktivia sot kishte not betrojung dhe nuk e çonim dot sepse okay, mund ta çonim, po nuk ishte dhe aq not, kështu që ja lam mundësinë të tjerëve që të shkonin. Ishte vajtëm dhe tek të takimi që ju thash dhe kishim dhe Mikin me vete dhe Oktivia me vete, ata të dy atje që donin të bënin komplet muj, se normalisht fëmijë, Oktivia Miki, po Oktivia është e rritur deri diku le të themi. Po gjithsesi, shkoi mirë takimi edhe përgjithsesi, përsëri nuk ju them dot gjë, po pak më vonë. Edhe kështu. Domethënë unë vajta u relaksova direkt atje dhe pastaj pas dite, për pak orë, diku tek 2-3 orë kështu,
kam edhe takimin te ginekologja, sot është ajo për parandalimin e kancerit të mitrës, këto gjërat kështu. Dita kështu me këto terminet që kishim. 2 gjëra tek Rossmann edhe pastaj do ikim në thjesht do i shtëpi dhe do bëhem avash gati për atë. Mu shkonja bleu Ivi këtë sot e Lidl. Ne kemi pas këtë përpara me 2, një tip lëkundse dhe një tjetër, nga këto si net, se keni parasysh si rrihet, por që na u prishin ato. Kështu që bleu Ivi këtë se këtë e kemi në rregull, këtë shkopin e kishim në rregull, mjaftonte vetëm diçka këtu. Bëra kështu gati shpejt e shpejt, fakt as nuk bëra tualet as një lloj gjëje, se siç e thash kam takimin tek doktoresha ime, ginekologja ime. Kështu do iki tani me vrap. Edhe pse jam mirë me kohën, por normalisht aty është qytet, shumë zhurmë, duhet gjesh një vend parkimi të posaçëm etj etj. Sa më mbarova, se si që thash kisha takim të ginekologja dhe çdo gjë shkoi shumë mirë, bëri kontrollet rutinë, nuk bëra asnjë gjë ekstra nga ato që kishte tek ai formulari, sepse çdo gjë ishte shumë në rregull, edhe paka shumë e dia se unë s'kam asnjë shqetësim. Si po ikë në shtëpi tani, shoqër Zoti do lish çdo gjë mirë, bëri dhe një kontroll të gjirit, kështu që do lish çdo gjë mirë edhe ikë lumtur në shtëpi. Përshëndetje, këtu jemi në një tjetër ditë në fakt dhe unë jam bërë gati që të shkoj karamele nga këto që më solli brisi. Na dha Ivi një me vete, se Ivi kur dalu nga shtëpia është si ato mamat që të japin gjëra me vete në çantë. Gjithmonë më sjell mua gjëra të mira, më thot haj rrugës. Ndërkohë dua të mbaj regjim. Prandaj nuk mbaj regjim mirë, se s'më le Ivi, po të kisha një njeri që s'më rrinte kështu nga brava me ushqimin, kush e di se sa mirë do isha tani, do i kisha humb ato kile që dua. Po dhe Ivi është vështirë, po ha se s'murësh. Gjithsesi ishte kjo tema që unë do ju bëja muhabet, do më thënë që do ju tregoja. Unë tani jam duke ikë në punë, po fshi syzet e pantallonat, kaq keq është muhabeti, se s'kam, kam, kam. Unë po ikë në punë tani se kam mbledhje. Ju e dini që unë mbledhjen e bëj gjithmonë, online nga shtëpia, do më thënë nga telefoni e bëj gjithmonë, futem thjesht e bëj online, edhe se shoqër Zoti dhe kam këtë mundësi, se i bie që të shkoj ekstra te puna për mbledhjen, që zgjat 1 orë e 45 minuta. Kështu që nuk iki atje dhe bëj nga shtëpia, por sot do iki dhe do përdor edhe këtë kohën që kam për kohën përgatitore, quhet kjo. Këtë e bëj para mbledhjes gjithmonë. Edhe këtë kohën përgatitore që kam unë do ta shfrytëzoj për të futur brenda në sistem, sepse siç e thash që është ndruar punëdhënësi. E kam marrë tani një kompani shumë e madhe dhe po bëjmë komplet ndryshime të sistemit, ku shënojmë orët e punës, informohemi, ndajmë këto me njëri tjetrin. Kështu që për ta bërë atë do të shkoj atje të jem e pranishme. Në fakt unë te jam në punë, të premten jam në shkollë, shtunë jam në shkollë. Por që thash ta bëj që tani, meqense është e martë edhe duhet ta bëj sepse më duhet të shkarkoj dhe atë faturën e rrogave. Shtëpi u zgjidhen të gjitha ato që doja të merrja pak pjesë atje tek mbledhja, do të thënë tregoja në një pjesë të vogël, se si duket ajo zyra që bën mbledhjet. Por nuk munda, sepse kishin ardhur shumë njerëz, kishin ardhur edhe këta nga kompania e re që merren këta organizatorët, kështu që nuk merrja dot. Gjithsesi, kaloj shumë mirë, unë sa herë që jam atje jam shumë produktive, por që çdo duhet ta bëj nga shtëpia sepse ndryshe më shkon shumë punë kot. Por që zgjidha ato që duhet zgjidhja, instalova sistemin që duhet instaloja, jam në rregull tani me jetën. Jam lajme. Erdhëm këtu me mikin për të ngrënë mëngjes, sepse kemi dalë, edhe erdhi vet, hoqi xhaketin vet, ul vet aty, bën çdo gjë si i madh. Kush babi? Iku. Ku iku babi? Iku babi të marrë kafe. Të marrë kafe babi? Atje, porosita në Amazon direkt që është për të prerë këto erzat në fakt, unë do ta përdor për perimet. E bleva në Amazon, supozohet jetë e mirë. Kjo dhe shumë kështu prerse. Dhe këtë në fakt e pyeta Brisin, se Brisi përdorte gjithmonë, edhe i thash si kishte emrin ajo që përdori ti si gjysmë hënë, kështu se s'po e gjej. Edhe ma dërgoi Brisi dhe e mora, dhe kur po kërkoja atje për këtë, kishte edhe kështu veçmas, kishte edhe me këtë gjën, që ta kesh më të thjesht kështu për të prerë. Më thash, okej, po e blej më mirë dhe me këtë pjatën e vetë të drurit,
që mund ta kem më komode për të prerë. Okej, thonin tek përshkrimet që është goxha prerëse, kështu që ta provojmë një herë, duket shumë e rahatshme. Edhe meqense kishte edhe këtë, mua këto të drurit më pëlqejnë shumë në përgjithësi. Edhe thash, okej, po e marr me të gjitha. Kjo ishte supozohet mark gjermane, jo supozohet, po mark gjermane. Edhe thash, po e marr, ta kem dhe për erëzat për t'i bërë të vogla kështu dhe pastaj t'i fus në ngrirje me pjesë. Po kjo mua. Edhe për këto suprat, për të bërë perimet, për t'i bërë shumë të vogla edhe për gjell, domethënë, edhe më tepër prandaj e mora. Kështu. Mendoj që bëra mirë që e bleva edhe këtë enën e vet, sepse të ndihmon shumë, kështu që nëse e blieni më mirë me këtë enën e vet. Shihni pak të robotin e ri nga Ecovacs që kemi marrë. Është gjigant, njerëz, nuk e di se sa duket këtu, po është shumë i madh, mezi e kam ngrit në fakt. E kam instaluar këtu, instalohet çdo gjë me app edhe kontrollon super këtë, më mirë se çdo robot tjetër që kam marrë unë bari. Është realisht shumë i mirë. Nëse doni të investoni me të vërtet këtë dhe shihni këtë pjesën këtu është trimmer. Edhe nuk e ka asnjë robot merisa kam parë unë deri tani, domethënë nga këta të shtrenjtë të flasë se këta të lirët nuk e kanë, por që është realisht shumë i mirë. E kam bërë komplet këtë kartën e kopshtit, e kam bërë manuale. Edhe e kam bërë vetë këtu edhe tani po fillon po kalibrohet ai dhe më pas do të filloj punën, por që është super, shumë i mirë. Ishte shumë gjigant, i kam gjitha gjërat këtu, i kam instaluar sipas kësaj që mi ka thënë. Qofse ju intereson do ju lë një herë linkun poshtë. Edhe për ju që keni garten, sidomos për ju që keni të drejtë, është shumë investim i mirë. Edhe thash është nga më të mëdhenj që kam parë unë deri tani dhe kjo marka Ecovacs është në ndër të preferuarat e mia për këto makinerit, nëse mund ta quaj makineri, këto robotët. Sa mirë që e ka bërë komplet, po i vete flutura miza që është. Sa mirë që e ka bërë këtë pjesën këtu, këtë ka bërë të gjithën, ndërsa këto mizat fluturake në hoqin trurin, ndërsa këtej është duke punuar tani. Shihni sa mirë që ka punuar komplet një trajtësisht, edhe më pëlqen shumë se bën lëvizje shumë të kontrolluara. Më thënë siç është këtu nuk kalon asnjëherë shumë, ka të gjithë robotët që kanë parë unë realisht shumë i mirë. Përshëndetje, në fakt sapo parkova, sapo ndalova, prandaj më kam heq dhe ripin, sepse erdha tek shkolla, sot kam shkollë, madje duhet shkoj tani urgjent sepse është e 00 dhe duhet isha brenda tani, por punova pak nga trafiku, por që gjithsesi sot shkëlqen dielli, shumë ditë e bukur, un kam mësim, ka ngelur edhe shumë pak ditë shkollë, por që po, tani të shkojmë vrap të futem, kam mësim, pastaj do iki direkt në shtëpi, sepse është orari pak a shumë që fillon rutina e darkës së fëmijëve, sepse jam deri pas ditës o deri vonë. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Unë shtoj zëvallja. U vesha, u bëra gati tani dhe do iki në shkollë. Kam edhe sot shkollë, si që thash, këtu e kam full me gjëra të mira. Se ne atje tek shkolla kërëjmë një herë këto gjëra që të bëjmë një snack time të vogël. Edhe më kishte marrë Ivi gjitha ato. Unë i thash mirë vetëm një gjë, i ka marrë gjitha ato sepse kështu e ka zemrën Ivi. Edhe mësim deri vonë, pastaj plani është që kur të kthehem unë çunat e mthejnë, domethënë Ivi me Kajin të shkojnë tek ajo të shohin si e ka, nuk e di, Bayern Leverkusen, nuk e di fare si quhet, po e them një emër grop, kështu uroj mos e kem thënë gabim, sepse është e preferuar e Kajit, skuadra e preferuar. Kështu që do shkojnë bashkë edhe nuk e di tani se Kaji kishte pak koll, ka që djeve pak koll, edhe Miki, se janë gjithi Kaji, nuk e di. Kështu që do ikin, ky është plani, nuk e di. Edhe do të çoj atë tek Google Mapi. Okej, ika. Nëse jam vonë. Edhe kështu që është plani që ata të ikin. Uroj që të shkojnë deri pastaj, sepse Kalvin e ka më shumë qejf dhe i bleu biletat ekstra që të shkojnë bashkë të dy, por nuk e di nëse është kështu si pa qejf, nuk është se do shkoj sepse atje është dhe pak zhurmë, do bëjnë një orë gjys rrugë, vajte ardhe pastaj 3 orë total, kështu që do jetë pak e lodhshme për ata, për Kajin, jo për Ivin. Përsëri përgatitje për provim. Kemi në përgjithësi dhe leksione të reja dhe pastaj në fund fare bëjmë përgatitjen për provim. Por, ka një lajm të mirë. Unë të mbaj fjalimin kur të kemi mbylljen e shkollës. Jam shumë e lumtur. Do më thënë më zgjodhen mua që të bëj atë fjalimin. Jam shumë e lumtur që të ta bëj. Unë edhe një djalë nga djemt, do më thënë sepse unë isha nga vajzat. Kështu, është shumë bukur.
jam shumë e lumtur që do mbyllet ky rrugtim, por nga një anë edhe më vjen keq, sepse normalisht është diçka që unë e bëja me gjithë qejf dhe ishte diçka që e doja në fakt shumë ta bëja. Nëse beti mod on dhe nisemi. Një pauzë tani të gjatë në fakt, edhe unë shkova deri tek Maxi që kisha këtu afër për të marrë ato gjëra që duheshin, një palë kufi për kalme për pastaj dhe një palë xhinse që i gjeta rastësisht. Edhe shkova dhe bleva diçka për të ngrënë, mora edhe një kafe dhe erdha tani. Edhe pse kemi këtu plot fakt, po mora atje si për më mirë, po nuk pëlqeu fare, më mirë është kjo që kemi këtu te shkolla. Nga në shtëpi unë edhe ikën çunat që të ishte një mizë, nga këto mizat fluturake të vockla kështu të luleve, në hijet e klajës. Edhe ikën çunat direkt në stadium se ishin kështu me kohën. Ti futbolli më jetë. Edhe unë i mora kajt këto kufjet kështu se Kalbi ka, po i ka tek shkolla ato të mira sepse i duhen atij te shkolla. Edhe i mbleva një palë tek TK Maxx, tek Maxi atje tek ku ju thash që çfarë te shkolla. Këto i bleva shumë lirë nga 20 që më bërë 9 euro dhe këto i bleva, ishin perfekte, i provoj dhe mora i pak gjinse, unë preferoj shumë të blej gjinse te TK Maxxi ose tek Maxi, se unë i themi shumë tek Max, se kështu është me thjesht. Edhe mora nga Pull&Bear, se më pëlqejnë shumë gjitha nga Pull&Bear, se më rrim shumë mirë. Edhe i mora vetëm për 9 euro ishin bërë këto, super fare, masa ime 36 do me thënë, e më rinin shumë mirë, nuk i provova fare, se e dje që do më rinin mirë. Gjitha këto që unë marrë nga Pull&Bear më rinë të gjitha shumë mirë, edhe i kam shumë qejf edhe madje shkoj gjithmonë atje vetëm për këto, se janë shumë të lira, nuk e kalojnë 10 euro. Tani unë do merrem pak me kalamajat, me kollën e mikit të shoh çfarë mund t'i bëj në një gjë natyrale, i kam shkuar shumë poshtë, këtu po s'kisha ku t'i çoja për momentin. Kështu mësimi shkoi shumë mirë sot, u lodhëm pak, se nuk e di pse më duk kaq i gjatë sot, por shkoi shumë mirë, mësuam gjëra të reja, bëm ushtrime, shumë gjëra të mira, të vlefshme dhe që na duhen për profesionin ton. Shkulim domaten e parë njerëz, tani fokusua. Shkullëm domaten apë këputëm, se shkullëm nga toka këputëm. Miki, domaten e parë, do të hajoki me Mikin, tani do të ndam në gjysë. Mirësia, si kalove? Jeta ime. Ime, shka që më zalli mua. Më vanu gentleman imi bëllë të përfa? Bua shumë. Më knaqë sot me babin. Sa shenjë si ka nga kujtë? Shëndetje nga një tjetër ditë, nuk kemi dëgjuar fare, sepse unë sot në fakt do të hapja vlogun që në mëngjes, por një ditë e tmerrshme do ta quaja, jo ndonjë gjë speciale, por një 7 herë kam shkuar tek kita e Oktevjes, tek kopshti i Oktevjes, sepse ato kur e çova në mëngjes doja t'i blej një palë çizme të tjera, sepse ato që kishte Oktevja i kishte, nuk e di se ku i kishte hedhur, një palë i ka humbur që në fillim. Këto ishin të dyta dhe të tretat fare që unë i marrë dhe i humb, nuk e di se ku i hedh, i bën shumë keq, se janë disa kanë qenë lloje që nuk laheshin, domethënë laheshin, por dukeshin shumë keq dhe nuk më mirë preferoja t'i blej një palë të reja. Edhe shkova i bleva një palë të reja, jam shumë poshtë aty, po s'kam çfarë të bëj. Edhe i bleva një palë të reja, ja çova te kita me vrap dhe sa erdha në shtëpi, se kisha për një 10 rrugë. Morën telefon ato, thanë që hajde se po i dhëm barku. Oktevja sot ishte tag e skind edhe ishte donte të rinjtë, edhe ndërkohë dhe i thoshte atyre më dhëm barku, po s'po e merja vesh se ndonjëherë është e thot dhe kohë, do më thonë zgjojnë në mëngjes, ata e keni parasysh vetë, po më se kalova që këtej, okej, po e bëj dhe një herë rrethin. Zgjojnë në njëherë në mëngjes herët edhe ku di unë natën do kenë pas ftohtë ose kështu dhe ato tipike dhimbjet e barkut të fëmijëve. Okej, e çova, shkova ta merja pastaj vetë atje u filloi të qante sepse nuk kishin bërë akoma rrethin e mëngjesit, këtë morgen krajs edhe donte që ta bënte me patjetër sepse ishte fëmiu i ditës. Kështu që prita aty jashtë, unë sa e prita, ja qerekore sa bën atë, pastaj kur sa del nga aty, unë nuk dua
këtë vizë jam shumë mirë. Do me thënë, deri në orën 10 unë me Oktevin të kopshti. Edhe si përfundim pastaj e lash se filloi të qante, tha unë jam shumë mirë, nuk dua të vinë në shtëpi, nuk kam nevojë të vinë në shtëpi. Okej. E lash aty tani si përfundim për që të rrugë, po ishte Ivi në shtëpi edhe në shtëpi. Domethënë Ivi është turni i dytë, prandaj kisha këtë luksin se vallai po të kisha qenë vetëm me fëmijët kështu, edhe Ivi të kishte qenë punë, nuk do ta kisha shkuar aq shumë herë edhe ta merja ta bëja, thjesht do ta kisha marrë që fillim edhe haj çys. E kështu. A Miki po lexon Miki? Wow. Lexo pak, ja. Mami. Në zemër. Këtu ishin ato minutat e fundit para se fëmijët të flinin gjumë, duke qenë se Ivi ishte turni i dytë dhe më takonte mua kjo detyrë. Pastaj këtu kam marrë disa pamje të shkurtra nga mëngjesi ku kam përgatitur mëngjesin me këtë kosin kështu me super vitamina dhe vlera ushqyese, po ju lë dhe ju falenderoj nga zemra nëse keni parë këtë video. Mos harroni të bëni një like dhe subscribe. Paçi!